Jemi rikthyer së bashku, mirëmëngjesi për ata që sapo janë zgjuar. Jemi në Radio Travel 104.6 FM. FMO, si ta them këtë? E do anglisht apo shqip? FMO. Dhe jemi te Premium Channel, që i themi njësoj si në shqip si në anglisht. Më mirë. Vëllezërit siames vazhdojnë të jenë pranë sepse kemi një të ftuar të re në studio. Përplasëm kufi. Na përplasën veshët artificial. Edhe një eksplozim. Yja, nuk di domethënë sa të bukur që janë. Shpeshherë mund ta keni parë në rrjete, ka bërë namin aso kohë dhe vazhdon të bëjë namin, një nga sfilatat por edhe kompeticionet më të rëndësishme dhe inovative që është bërë në kryeqytet, Muza Fashion Competition. Dhe për këtë kemi Andriola Kampën sot të ftuar për të na folur jo vetëm për çfarë ka ndodhur vitet e fundit, por për planet e saj dhe projektet e reja. Mirëmëngjes Andriola. Kënaqësi që tani s'dita me ju sot. Tani Muza Fashion Fair 2026, cilat janë risit? Është hera parë me të drejtën që po sjellemi një panajër shumë të madh që organizohet për herë të parë në Ballkanin Perëndimor dhe ku do bëj të gjithë aktorët e industrisë modës bashkë. Edhe Muza Fashion Fair jo do jetë një derë e hapur për industrinë, po ndërkohë do krijojmë për herë të parë dhomën e tekstileve, siç ndodh në Milano, në Paris, në vendet më të zhvilluar që i përkasin industrisë modës, por unë e shoh mirë, ne kemi shumë talente. Patjetër që kemi talente, kemi një industri që po rritet. Duke parë çik dhënat ekonomike si të Kosovës, Maqedonisë, Malizit, Shqipërisë, është momenti i duhur që ne të merrnim këtë hap pas kompeticionit të muzës, jo vetëm muza ka qenë në tepër i 5 vite dhe në 5 vite që Xha ka një platformë të ndërtuar me gati 9000 të ri. Dhe organizim shumë i bukur për ne që kemi qenë pjesëmarrës aty. Kjo në fakt është merit e gjithë skuadrës që unë përfaqësoj dhe regjizores tonë Arnida Beqiri. Se të punosh me më të mirët e tregut, ndoshta është dhe një aftësi e mirë. Këtë e kam pa kompliment të vetë. Por aftësi është edhe krijimi i asaj ideje. Si ka lindur si ide? Muza ka ardhur në këto udhëtimet e mia të shpeshta në për rajon, kam pasur fatin të takoj Nëntolen, që mbante gjallë Xhubletën. Dhe një takim i përzemër që ne kishim së bashku dhe po i flisja si e mban gjallë. Kishte mbesën e vet aty dhe unë mbesa ishte 18 vjeç me sa kujtoj. Edhe unë i them, po ti e ke mësuar të bësh Xhubletën, ajo me një arrogancë e një të reje që se kuptonte në fakt edhe adoleshent, po dhe ne na ka ndodhur në procesin ton pas viteve 90 që gjithçka çka kishim të gjitha i flakëm, po ideja për të kapë të modernën është, domethënë është proces, nuk është se dhe e tim ndonjë interesi dhe tek e vjetra, nuk po humbet. Patjetër tani është një interes i jashtëzakonshëm, sidomos në ekonominë krijuese. Edhe unë shoh të rritë e muzës shërben si frymëzim? Jo vetëm si frymëzim, por shërben dhe si një mekanizëm, pra vetë industria modës në një krizë për të rirë ose për të risjell veten në një mënyrë të ndryshme. Dhe shoh kur ndodh të brendet më të mëdha, llogarit të brendet e vogla që patjetër ka një domosdoshmëri shumë më të vlefshme se sa një brendit madh që prap ka një emër, në treg dhe është e padiskutueshme. Janë vlerësuar edhe mbrohen edhe nga UNESCO, meqense përmendet edhe Xhubletën. Ne shohim stilistët tona që sot në tregun ndërkombëtar dhe po veshin imazhe shumë të njohura, po flas për Aliza Dudën, flas për shumë personazhe që kanë dalë në muza sot dhe mua më bëjnë krenare sepse jo vetëm që rrisim edhe kemi orientuar në treg të ri që në fakt nuk kanë vetëm tregun e Shqipërisë, por kanë një treg rajonal, ballkanik, po ndërkohë evropian dhe që shkëmbejnë me njëri tjetrin. Jo vetëm shkëmbejnë, por kanë hyrë janë biznes. Duke u rikthyer pak te Muza Fashion Fair, përveç emrave që kanë dalë nga Muza Competition, të cilët besoj pa diskutim do të jenë pjesë edhe e panajerit. A ka kërkesa nga rajoni për të qenë pjesë? Patjetër që po, ne jemi duke ndërtuar që të ndërtosh një Muza Fashion Fair është një sfidë dhe për mua është sfida e radhës, dhe sa i fëmia i vogël që sapo lind dhe shpresoj shumë që të kem gjithë aktorët më të rëndësishëm të industrisë. Ka filluar procesi i aplikimit? Po, ne pothuajse kemi realizuar mbi 50% të punës
Do të thënë gjithkohës duke rritur bebet janë. Nuk mision do jetë më duket. I pandalshëm për mua. I ka da zotë Edhe në karrierë edhe personale. Nuk ndalem dot te kjo pjesë, është çështje misioni. Dhe shpresoj shumë që jo vetëm brende, po këtu do kenë të gjithë aktorë, pra nga kush është pjesë, si mund duhet një veshje, të gjithë do jenë aty. Do ketë një sfilat të jashtëzakonshme. Pallati i Kongreseve do kthehet një vepër arti i dedikuar të bukurës, i dedikuar të rive, dedikuar brendeve të mëdha, që në fakt sigurisht që Andreola në lidhje me sfilatën. Pra edhe vet Muza Fashion Fair do ketë në gjithë fokusin e saj, do ketë sfilatën, do ketë aktivitete, do kemi zhvillimet midis brendeve, midis pjesës industrisë. Do ketë një hapësirë të dedikuar për B2B. Po, të gjithçka. Për këtë do pyesja. Vin brende të njohura nga Italia, Franca, Kosova, Maqedonia, pra është një nisëm që do jetë i pari në llojin e tij në tregun shqiptar, por besoj që do jetë dhe një nisëm që do sjelli një zhvillim të qëndrueshëm për industrinë e tekstileve. Pra, kjo gjëja që ne na ka munguar deri tani, për të rjetizuar dhe për të ndërtuar për herë të parë dhomën ekonomike të tekstileve. Ka emra të mëdhenj ose personalitete të fushës modës? Patjetër që po. Muza vetë në tërësinë e ka filluar rrugtimin e saj me emra të mëdhenj, por nuk doja tani t'i zbuloja të gjithë, sepse do ketë emra të mëdhenj edhe nga industria e modës evropiane. Nuk mund të zbulojmë vetëm një? Jo, sepse inicialet se i gjejmë vetë. Ju siguroj që do jetë, po punohet me shumë dashuri, po do jetë një event që do japi shumë Tiranës, do japi ekonomisë, por ndërkohë do të frymëzoj dhe brezin e ri. Do jetë një surprizë e bukur, pra. Do jetë një surprizë e bukur, do jetë e integruar edhe me muzikën, me artin, me konferencat, me takimet B2B, do ketë, pra do jetë diçka e prekshme dhe që do japi një produkt konkret. Vendodhja te Pallati i Kongreseve, në hollin e Pallatit të Kongreseve, datë 23-25 maj. Aty do takohen të gjithë aktorët e industrisë modës që do bëhen bashkë për të dhënë diçka më të bukur dhe për të treguar modelin që duhet të kemi. Po, konkurs me të rinjve si tek Muza Competition? Vazhdo. Konkursi mes të rinjve, stilistëve të rinj, si tek Muza Competition do ketë apo? Këtë vit ne kemi 5 vjetorin e Muzës dhe Muza po zhvendoset në Milano. Pra, do kemi një rritje dhe një zhvillim të ri. Jemi duke u marrë, ndërkohë që po merrem me Muza Fashion Fairin, jemi duke u marrë dhe me 5 vjetorin e Muzës, që për mua është moment shumë i rëndësishëm. Ndalemi pak te kjo, si po zhvendosen në Milano? Po, 5 vjetori i Muzës do të organizohet në javën e modës në Milano, në fund të shtatorit në Milano, sepse të gjithë stilistët ne kemi çfarë tregojmë, dhe suksesi i të rive tanë në tregun ndërkombëtar duhet pasqyruar dhe ne themi që duhet jemi pjesë e Bashkimit Evropian, por shumë bukur kur ne prezantohemi me kulturën tonë, me artin, me të rit dhe pikërisht me ekonominë krijuese dhe inovacionin. Mi qëndrojmë te Milano. Kush do jetë kuratori i koleksioneve që do prezantohen? Pra flasim për në Milano dhe si do ndahen këto si thua ndryshëm besoj. Po besoj do merret diçka nga secili fitues ndër vite. Në fakt ne dhe këtu kemi një juri që bën prap një selektim të rive, dhe pse janë të gjithë të ritë e Muzës janë super të talentuar dhe ka një produkt fantastik sepse bazohet në rënjët dhe rënjët gjithmonë sjellin identitet dhe sjell një karakter të fortë dhe ky karakter i fortë prap bëhet në një përzgjedhje. Por unë gjithmonë shuhem si njëri që jam besnik skuadrës që punoj në 5 vite dhe nuk ndryshoj skuadrë. Skuadra fituese në gjithçka, pra nga skena, nga logjistika, nga regjia. Jo, regjin mos na e merr të lutem. Regjin jo. Pra gjithçka që ndodh në Muza, unë mendoj që skuadra fituese nuk ka nevojë të ndryshohet. Dhe pikërisht ne duhet të shkojmë në Milano, të promovojmë vlerat, punën e gjithçka që është bazuar dhe besoj që do jetë
një derë e hapur dhe për të rit që vinë në vijim për muzën. Duke patur parasysh edhe koleksionet e kaluara, kam përshtypjen dhe bindjen në fakt që do tërhiqni vëmendjen edhe të ndonjë reviste prestigjioze. Patjetër që Besoj do se shohim ne diçka në kishim kishim një eksperiencë tani që fitusja e parë e Muza Competition që ishte Moralda, ne ishim në javën e modës në Milano. Jo, mbi 81 portale shkruajtën për ne, që në fakt nuk e kisha menduar. Është goxha arritje. Është super arritje sepse etnografia gjithmonë flet, edhe ka një kuriozitet kur ti flet për xhubletën dhe merr një element, shef një vajzë të vogël që mbi 22 vjeç dhe të sjell një koleksion të tillë, realisht është më qepse, dhe të rit kanë nevojë për këtë histori të dhe ajo shet sot. Unë mendoj që pse ne dhe muza ka një sukses, sepse ka çfarë tregon. Pra ka një histori mbrapa. Dhe ne për këtë kemi pas nevojë. Dhe kjo është motoja e muzës, Kjo është rrënjët nga vit. Rrënjët. Për mua është teori turizmi dhe teoria e turizmit, unë e shoh që kam gjetë mekanizmin pra industrinë e modës për të komunikuar dhe për të kapur pikërisht atë shtresën e lartë të shoqërisë që do historik, Tirana po kulturore. kthehet në një pikë referimi në rajon për sa i përket modës. Dhe muza ka ndikuar në këtë gjë, sepse eventet të tjera nuk është se ka shumë. Eventet e mëdha, pikërisht në industrinë e modës, edhe pse shqiptarët e Kosovës janë shumë më të zhvilluar në industrinë e tekstileve dhe këtë na e tregojnë të dhënat ekonomike të tyre. Por në realizimin e eventeve dhe në këtë lloj përmase, me këtë lloj ekipi Tirana po luan rolin e kryeqendrës së gjithë shqiptarisë në pjesën e industrisë së modës. Por unë prapë them që nuk ka ndarësi të kjo pjesa. Ne jemi gjithë bashk për një qëllim të përbashkët, për të promovuar vlerat dhe etnografinë shqiptare, kudo ku jetojnë shqiptarët, pra rrënjët. Të rrënjët ne flasim shumë dhe flasim për historinë. Dhe kur flet për historinë gjithmonë është bukur dhe gjithmonë sjell benefite shumë pozitive. Për shoqërinë. Meqense jemi në modë dhe përmendi pak Mikaela që kemi marrë vëmendjen, Tirana po bëhet e fuqishme, ndoshta qendra e modës, si jemi me stilin e shqiptarët, është përmirësuar me kalimin e kohës? Unë mendoj që po, se kur po mendoj që po. Mendoj që po, dhe pse unë nuk i përkas, domethënë nuk është se përfshihem ose të jem pjesë që jap pjesë e stilistëve që japim duke punuar, po, unë profesion jam historiane, po e dua të bukur. Dhe them që prapë pikat forta, edhe moda dhe historia. Por mendoj që shqiptarët kanë një përmirësim në stilin e veshjeve, kur mendojmë në vitet e kaluara që vinë shtin ato takat që në pikë të mëngjesit. Jemi shumë më mirë. Jemi rafinuar. Janë shkurtuar takat tani, po bëjnë çik më kështu. Andreola, shumë suksese. Faleminderit shumë. Nisëm të re edhe një herë për ata që na dëgjojnë, si mund t'ju gjejnë, si mund t'i bashkohen para irit. Po, mund na gjejnë direkt te faqja e Muza Fashion Fairit, kush do të jetë pjesë e panairit, aplikon direkt të faqja, shpreh interesin në një email dhe stafi jon i përgjigjet në kohë reale. Dhe është pa pagesë. Nuk është pa pagesë, secili kur merr një regjistrimi është pa pagesë. Ndërsa gjithçka tjetër që ndodh nëse do të marrë dhe do të jetë pjesë e një hapësire të promovoj produktin e tyre, ka një qira për të përfaqësuar në panair, një fitë zakonisht në panaire. Shumë sukses. Duke u kthyer pak edhe tek fakti që nuk kemi ndasi, siç ti përmendë më herët. Me sa di do të jesh edhe pjesëmarrëse për protestën Liria ka emër në Prishtinë, apo jo? Po, sot kemi pavarësinë e Kosovës, ju uroj të gjithë shqiptarëve të Kosovës gëzuar pavarësinë, gëzuar Kosovë, gëzuar Kosova ime. Gëzuar Kosovë. Kosova jon. Po, gëzuar Kosova jon. Kemi 18 vjetorin, po janë bashkuar kësaj proteste, sepse unë mendoj që identiteti, historia, kultura dhe gjaku duhet të jemi pjesë, jo për qenë pjesë e një proteste, por për qenë pjesë e së drejtës. Dhe e drejta duhet të thënë edhe në prezencë. Dhe thjesht ne ndejmë aty në emër të komunave shqiptare të rajonit, meqenëse që përfaqësoj 71 komuna në gjithë hapësirën kudo ku jetojnë shqiptarët, për të thënë që e drejta duhet të mbrojtur dhe e drejta duhet të përgëzohet dhe duhet të japim edhe një mesazh që gjithmonë të vërtetat historike duhet dalin.
Po për sa i Nuk duhet përket mohuar, qytetarëve të cilët duan t'i bashkohen kësaj proteste, a ka ndonjë farë organizimi, transporti nga Jo, nga rrethet Shqipëria apo- nuk ka, secili është në mënyrë individuale, okay. ndërsa në Kosovë po është një organizim shumë i madh që kanë organizuar Liria ka emër, organizata Liria ka emër. Mirë, ne po e mbyllim avash, po më duket shumë interesante kjo protesta edhe me to fjalën që kanë gjetur për ta përfaqësuar, në fakt Liria ka emër shumë e bukur me klimën në fakt të tensionuar politike që po bëhet. Po, është një protesta do jetë larg politikës, politikës, besoj. Pjesën politike, jam ma politike te kjo pjesë, nuk i përkas, gjykata e Hagës, më duk diçka jo e drejtë dhe kujt ju duket drejt fundja? Nuk është një gjë e drejtë, një luftë, pra ti del për të mbrojtur trojet, jemi ndërkohë, domethënë Kosova ka qenë një vend i sulmuar dhe një e vërtet historike, duhet thënë që është mund të akuzohen ata që luftuan për liri. Domethënë në momentin që kemi padrejtësi, ka ardhur një moment që të themi që a janë ne marrë jemi masa bashkë. ndërkohë që fjalimet edhe protestat janë brenda drejtësisë, brenda kauzës? Tani drejtësia gjithmonë është subjektive, ëh? Po ne po flasim si kombi shqiptar dhe flasim për shqiptarinë, duhet të jemi bashkë në kauza të tilla dhe unë mendoj që kjo është një kauzë e përbashkët, thjesht për të qenë dhe për të thënë që Kosova tashmë është pjesë e një procesi, është pjesë e një familje që aspiron të jetë një pjesë e një familje evropiane, por historia ka qenë e tillë dhe kur ka një histori të tillë, ne duhet të themi që ne jemi popull evropian dhe e kemi dashur Evropën në gjithë rrugtimin, në gjithë etapat historike tona. Që kështu faleminderit. Ky është ai momenti ku unë them, a jemi live, a? Jo. Të gjithë marrin vesh. Andreola, faleminderit shumë. Andreola Kambo historiane, po edhe qendrëstar. Shumë faleminderit, edhe ditë mbar sot e rrugë mbar për Prishtinë dhe përshëndetje gjithë shqiptarët e Kosovës nga ana jone atje. Faleminderit shumë edhe për mua, shumë kënaqësi. Ne vazhdojmë, kemi rriçik ne. Po do vazhdojmë, ne nuk do ikim. Kemi rubrika edhe më të bukura, qëndroni me ne. Muzikë, mirëmëngjes gjithëve.